Se po punën ka shumë, o Allah, nesër me pas njëri me pushu dikon me punën të njëti me mujtë me shkun deti me pushu dikon apo. Ha, ti duhet me punu për çka tjetër, pushime dikon tjetër, këtu duhet më luat angazhim. Allah thotë në Kur'an, fe idha farakta fansab, pasa e përfundon një punë në gjetun tjetër. Jo na bëjmë një punë një ditë, tani 50 pushojmë. Tani pa të bëjmë një ditë një punë, ja ç's. Esenca në dunja nuk ka pushim, vëllazëri. Esenca në dunja është puna. Pushimi është për me punu. Njerëzit kanë kuptuar jetën që jeta është me pushu. Po për me mujtë me pushu duhet me punu apo. Andaj punojmë për me pushu. Jo, gabim është kjo. Jo, jeta në dunja është veç me punu, veç me bëu mirë. Mu angazhu vazhdimisht. Pushimi është me marr pak fuqi me vërtet tutje, për çfarë pushimi? Më jo njerëz për shemb punojnë angazhojnë, pse po punojnë kaq shumë? O Allah, nesër me pas njëri me pushu dikon me punon tani jeti me mujtë me shkon deti me pushu dikon apo. Ha, ti duhet me punu për çka tjetër. Pushime dikun tjetër, këtu du të më luat angazhim, punë të vazhdueshme, për më ullë në këlltush të ahiretit, jo më ullë në këlltush të dunja, si të ullë shaftan, dhem kurrizë se e lodhë fatë dunja të punua, asë këlltukën matë me të apërës bosh atë, se të ka shku kurrizë, pa tja, më smosh me përshumë asë të njëndë. Po na, për ditë pushimit reale, shikojnë në Allahun të varë, nga këllush e shojnë Allahun gjellewala, rahat, në pushim, e shojnë Allahun të varë, a ka ma bukur në zënë. E shikojnë pasurin që Allahu e ka dhenë, si pasojë punës tyne, për me pa nga një pozicionin lartë, gjithët hapësirë të madhe të marrëmendse të gjenetit që kia, shë bukurin, shë solitë, shë produkt në punës tia. Dhe ka përën për e hadithë se, kur besimtarët e shojnë Allahun te barekotala, e kthejnë pasaj tek familjet tyne e thonë, ju keni qenë të bukur, po ka ke zbukuru halama shumë, halama të bukur qenë këtë bëha. Nëse hana, kur shikon dillin ndriqohet ose e bukur bëhet, para më besimtari kur në Allahun shikon sa e bukur bëhet, e sa i ndriquar bëhet. Se besimtari që Allahun në adhonë zbukurohet, dunja i zbukurohet zemra, i zbukurohet ftyra, i zbukurohet pamja, i zbukurohet puna, për shkak se punën bukur, puna aty është e bukur. Garani për xhenet. E gara për xhenet ku bëhet dunja. Duke i kry punë që i kemi në dunja, adhurimin dhe Allahut, leximi, mësimi, pasurimi, për me nimu, për me kontribu, ndërtimi i vendit, familjes, këtë punë të mira që ka i përfshin fjala e mirë, jënë pjesë e qësaj gara, bëhu pjesë e kësaj gara. Tesnim është burimi më i nalë në xhenet atë. E këta e brarë, ta devatshmi ta të mirë, ajo pia rrehik që i nektari, ju japet pak për tesnimit të më. Kur përzihet me qatë tesnimin, Allah një fërshie e kafën. E a ka dikush që e pin të pa përzim? Ajnen jeshve bubihel mukarrebun. Ata mukarrebun të afrum të Allah gjellewala, ata e pin tesnimin të pa përzim. Se këtu kur se kanë përzime kur gjatën. Sinqert të rinë fund atëm. Devatshëm të rinë fund atëm. Sa ma shumë se përzim këtu, ma të pa përzime më ratë japën. E përzim ka pak, të përzimet ka pak, që është të bjenë atëm. Regull njët më rapën. Kush e dënë paq i vjen. Kush e pështil, i pështilit atëm. Garani me qëta që i kanë garu për gjithë vend. Se me garu me ata që zëmë shku këtë vend, ka lash me ja u kalu aty në atëm. Dhe në të njerë që shëtë shku ka qenet heq, ne ja u kalum. Pa ta shëtë shku ishtë në atonë Allah, ta shënë pjesë e lojës atëm. Me ta s'murë si mu i krasu ata. Që mu shmi kalu pek këtë tim, për një këtë mu shmi kalu ata. Ta ta thonë që ato bush kimi këta tope, a së të kuptojnë që e të mobil atëm. Gara me ata që kanë orë me lujtë për i me, qatër gara. E këtu ka pas garus e letor kogja të forë. Allah që tiri në konë. Ko t'i këshë dhe kënë konë, ka njerë të ush veç me konë tifas me qysh ka lujtë shkonë bala pëtën. Allah, veç me mujtë me konë tifas me pas, sa mirë ka lujtë e bubekër e më mirë në shekënë ashtë të këqyra. Po s'lenë Allah me konë tifas, kemi konë pjesë e lojës. E diqka me angazhim, e tirat me rahmet Allahot, e do tira me dashni që i dojmë ata burra, se jo që mund me konë se ata, po do është Allah me qëtëfar përzime që shtot, do ujtë përzime mujtë me pi, e me për para, me rahmet Allahot, Allah me na shpërblyja. Por kjo nuk të bëjmë i ullën bicet, pse jo, me konkurët për mukarrebin, konkurën, lufta e stutje. Allahu Gjallera, kur ka nuk e fërën nga mirësia tjerën.